Syprina e sipërfaqes trapeze. Rikujtojmë. Trapezi është një katërkëndësh i cili ka 2 brinj paralele dhe 2 të tjerat jo paralele. Brinjët paralele i quajmë baza të trapezit. Largesa ndërmjet bazave është lartësia e trapezit. Trapezin, brinjët jo paralele të cilit kanë gjatësi të barabartë e quajmë trapez barakrahësh ose dy brinjishëm. Shohim elementet e trapezit në figurën e mëposhtme. Ju vetë mund të vizatoni në një flet një trapez të çfarëdoshëm. Prisni me gërshër trapezin e vizatuar përgjatë njërës prej diagonaleve të tij. Çfarë vini re? Janë formuar 2 trekëndça. Trekëndçat kanë për baza përkatësisht bazat e trapezit dhe kanë të njëjtën lartësi, lartësinë e trapezit. Gjatësia e lartësisë së 2 trekëndçave shënohet me h. Bazat i kemi shënuar A dhe B, atëherë, syprinat e sipërfaqeve trekëndçe me gjatësi të bazave A dhe B shënohen me formulat. S-ja barës 1/2 A që shumëzon H dhe sipërfaqja e trekëndshit tjetër është 1/2 B që shumëzon H. Me qënë se sipërfaqja trapeze është e barabartë me shumën e sipërfaqeve trekëndshë, kemi S-ja barës 1/2 A që shumëzon H plus 1/2 B që shumëzon H. Duke nxjerrë në dukje faktorin 1/2 dhe H, kemi 1/2 H që shumëzon A plus B, ose S-ja barës 1/2 A plus B që shumëzon H. Syprina e sipërfaqes trapeze është e barabartë me gjysmën e prodhimit të shumës së gjatësive të bazave me gjatësinë e lartësisë së tij. Edhe njëherë shkruajmë S-ja barës 1/2 A plus B që shumëzon H. Shohim shembuj. Gjej syprinën e sipërfaqes trapeze në figurën e mëposhtme. Nga figura shohim që baza A e ka gjatësinë 12 cm, baza B 8 cm dhe lartësia e trapezit H 5 cm. Pas zvendësimit në formulën për njësimin e syprinës sipërfaqes trapezit, kemi S-ja barës 1/2 që shumëzon 12 cm plus 8 cm e gjitha kjo që shumëzon lartësinë 5 cm. Rezultati na jep vlerën 50 cm². Vizatojmë një trapez si në figurën e mëposhtme. Më tej, gjejmë meset e brinjëve jo paralele të trapezit ose të brinjëve anësore. Tërhiqni nëpër këto pika lartësitë e trapezit si edhe tek figura. Nga drejtkëndshi i fituar, shohim se gjatësia e segmentit i cili bashkon meset e brinjëve jo paralele të tij është i barabartë me A plus B për mbi 2. Pikërisht, segmenti i cili bashkon meset e brinjëve jo paralele të trapezit është quajtur vija e mesme e trapezit. Vija e mesme e trapezit është paralel me bazat e tij dhe në vlerë sa gjysmë shuma e tyre. Nëse me m shënojmë gjatësinë e vijës së mesme të trapezit, atëherë në formulën për syprinën e sipërfaqes së trapezit, në vend të A plus B për mbi 2, zvendësojmë m gjatësinë e vijës së mesme të trapezit. Atëherë, sipërfaqja merr vlerën
S-ja barës, M që shumëzon H. Nxjerrim përfundimin që syprina e sipërfaqes trapeze është e barabartë me gjatësinë e vijës së mesme që shumëzon lartësinë e tij. Shohim një shembull tjetër. Gjeni syprinën e sipërfaqes trapeze nëse gjatësia e vijës së mesme të trapezit është 4 cm, kurse gjatësia e lartësisë është 2.5 cm. Me që te ky shembull njihet gjatësia e vijës së mesme të trapezit, atëherë zbatojmë formulën e fundit. S-ja barës, M që shumëzon H. Barës 4 cm që shumëzon 2.5 cm, barës 10 cm². Këtu përfundojmë dhe mësimin për ditën e sotme.